Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur keni mungesë të vitaminës C, trupi shfaq këto shenja, ja çfarë duhet të bëni. Mungesa e vitaminës C mund të sjellë në probleme të shumta shëndetësore. Imuniteti i fortë na mbron nga bakteret dhe viruset, prandaj është e nevojshme të furnizojmë trupin ton me vitaminat dhe mineralet e nevojshme ndër të cilat është edhe vitamina C. Kjo vitaminë është me rëndësi vitale për sistemin imunitar, e bën lëkurën e shëndosh dhe ndihmon në shërimin e plagëve. Vitamina C është e rëndësishme për shëndetin e ishtrave, kurse pa të trupi nuk mund ta pranojë hekurin dhe proteinat e caktuara të cilat janë të nevojshme për shëndetin e venave, ligamenteve dhe gjithashtu tendinave. Ja se cilat janë shenjat e para të organizmit që i mungon vitamina C. Ndjenje vazhdueshme e lodhjes psikike dhe fizike. Ndryshimi i humorit i shoqëruar gjithashtu me nervoz dhe zemërim pa arsye. Rënja e imunitetit, me që rast trupi nuk mundet të luftojë kundër viruseve, bakterjeve dhe mikroorganizmave të tjerë të dëmshëm, të cilët shkaktojnë infeksione dhe alergji. Gjakderdhje nga mishi i dhëmbëve, prishje e shpejtë e dhëmbëve dhe ndryshimi i ngjyrës së dhëmbëve, krijimi i shenjave në trup pa ndonjë arsye. Trupi jon ka nevojë për vitaminë C të mjaftueshme çdo ditë për të përmbushur veprimin e tij si një antioksidues i fuqishëm, nxitës i enzimës, përforcues i përthithjes së hekurit dhe më shumë. Vitamina C jo vetëm që mbështet shëndetin tuaj, por ajo është e përfshirë edhe një sër procesesh në trup dhe marrja e vitaminës C mundet që t'i ndihmojë këto qelisa, inde dhe organe që të funksionojnë më mirë, duke rritur prodhimin dhe funksionin e qelizave të bardha të gjakut. Vitamina C mundet që ta mbrojë sistemin tuaj imunitar në gjendje të mirë. Ajo stimulon edhe prolifermimin e limfociteve dhe ndihmon qelizat imune të neutralizojnë mikrobet e padëshiruara. A e dini se vitamina C është një komponent kyç në prodhimin e kolagjenit? Ju mund të falenderoni vitaminën C, e cila ndihmon në mbajtjen e lëkurës tuaj të freskët dhe të fortë. Gjithashtu, është zbuluar se vitamina C mbështet lëkurën e lehtë dhe të shëndetshme. Në fakt, marrja më e lartë e vitaminës C shoqërohet me pamje më të mirë të lëkurës dhe më pak rrudha. Edhe pse kolagjeni është gjithashtu popullor për kujdesin e lëkurës, proteina strukturore është në fakt një pjesë integrale e shëndetit të kockave dhe kyçeve, që do të thotë se marrja adekuate e vitaminës C është thelbësore për lëkurën, kocka dhe nyje të shëndetshme. Vitamina C gjendet gjithashtu në nivele shumë të larta në tru dhe në indet neuroendokrine, duke siguruar një rol të rëndësishëm në këto organe dhe inde. Shkenca gjithashtu tregon se truri dhe neuronet e tij kanë nevojë për vitaminë C dhe janë të ndjeshme ndaj mungesës së saj. Dhe nëse ka pasur ndonjë organ në të cilin do të dëshironit një antioksidues si vitamina C, që ndihmon në luftimin e radikaleve të lira dhe ekuilibrin redoks, është truri. Vitamina C mbështet tretshmërinë e hekurit në zorrën e hollë, e cila lejon më shumë hekur të përthithet. Hekuri është minerali kryesor që na nevojitet çdo ditë për sintezën e ADN-s, funksionin imunitar dhe sigurimin e shëndetit të qelizave të kuqe të gjakut për shpërndarjen e oksigjenit në të gjithë trupin. Si një antioksidues primar i tretshëm në ujë, vitamina C është e rëndësishme në neutralizimin e radikaleve të lira. Për më tepër, vitamina C nxit rigjenerimin e vitaminës E. Ky aktivitet restaurues ndihmon që vitamina C dhe E të punojnë së bashku për të mbrojtur qelizat dhe indet të ndryshme në të gjithë trupin.
Vitamina C është e nevojshme për shumë procese në organizëm, rigjenerimin e indeve të dëmtuara, rigjenerimin e plagëve, lidhjen e kalciumit në kocka, ndërtimin e mureve të kapilarëve të gjakut dhe ruajtjen e elasticitetit të tyre. Vitamina C ndihmon në thithjen e hekurit me ushqime. Vitamina C gjendet në zarzavate, veçanërisht në frutat e freskëta si portokalle, mandarina, pjepër, banane, pjeshk, po ashtu edhe tek domate dhe speca dhe tek perimet me gjethe jeshile si spinaqi, lakra, lule lakra dhe brokoli. Nuk duhet të mungoj kurrë konsumimi i saj. Vitamina C është shumë e rëndësishme për shëndetin e kockave dhe indeve, po kështu një aleat i domosdoshëm në parandalimin e shumë sëmundjeve inflamatore. Vitamina C është e nevojshme për shumë procese në organizëm, rigjenerimin e indeve të dëmtuara, rigjenerimin e plagëve, lidhjen e kalciumit në kocka, ndërtimin e mureve të kapilarëve të gjakut dhe ruajtjen e elasticitetit të tyre. Vitamina C gjithashtu ndihmon në thithjen e hekurit me ushqime. Sot përmendet edhe roli i saj në mbrojtjen nga infeksionet. Burimi më i mirë i vitaminës C për të sapolindurin është qumshti i nënës. Ai është i pasur me vitaminë C 3 herë më shumë se qumshtat e tjerë. Jo vetëm për më të veçlit, por për të gjithë konsumimi i produkteve që përmbajnë vitaminë C, rekomandohet më së shumti nga mjekët. Trëndafili i egër. Trëndafili i egër njihet për vetitë e tij të shumta në mirëqenien e shëndetit tonë. Trëndafili i egër është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C, e domosdoshme për anemin dhe prej shekuj, konsiderohet shumë e çmuar për vetitë, antioksidante dhe shumë e mirë për jetëgjatësinë. Kivi, një frut jashtëzakonisht i dashur për fëmijë dhe për të rritur. Kivi përmban sasi të shumta të vitaminës C, në krahasim me të gjitha llojet e agrumeve të tjera, antioksidantë dhe armik i radikaleve të lira të cilat shkaktojnë plakjen. Kivi arrin që të forcojë edhe sistemin tuaj imunitar. Brokoli, lule lakër. Brokoli dhe lule lakra janë minjerë me vitaminë C. Në këto dy perime jashtëzakonisht të mira për vetitë e tyre ushqyese, munden që të konsumohen edhe sepse përmbajnë vitaminë C dhe ndihmojnë të mbrojtjen ndaj sëmundjeve kardiovaskulare. Trumzë dhe majdanoz, dy erëza të njohura për aromën e tyre të veçantë dhe shoqërimin në disa lloje gatimesh. Nga ana tjetër duhet të dini se këto dy erëza përmbajnë vitaminë C madje në sasi të madhe. Për këtë arsye këshillohet veçanërisht te personat anemik, pasi konsiderohet një prej kurave natyrale për trajtimin e një sër shqetësimeve shëndetësore. Luleshtrydhe. Kush mund t'ju thotë jo luleshtrydheve? Luleshtrydhet nuk duhen lënë pa u konsumuar. Vitamina C e pranishme në luleshtrydhe ndihmon në absorbimin e hekurit dhe prodhimin e kolagjenit, që parandalon në rrudha dhe forcon kapilarët, duke reduktuar mbajtjen e ujit dhe luftën kundër celulitit. Speci i kuq konsumohet në sasi të mëdha veçanërisht nga të rriturit, mirë po duhet të dini se speci i kuq ndonse ndjegës përmban vitaminë C në nivel të lartë, si edhe është tejet i mirë për parandalimin e infeksioneve të aparatit të frymëmarrjes. Nga ana tjetër, redukton nivelin e kolesterolit në gjak si edhe vonon arteriosklerozën te subjektet me rrezik të lartë, përveç se shërben edhe si një erës perfekte, gjithashtu rrit aftësinë e reagimit të metabolizmit tonë. Rukola. E athët por e këndshme në pamje dhe shije, rukola është një ilaç natyral autentik për nga fuqia për shëndetin tonë. Kjo në fakt në saj të furnizimit të saj me minerale dhe vitaminë C për të mbrojtur nga sëmundjet sezonale, po kështu edhe për forcuar sistemin imunitar. Papaja, egzotike dhe tropikale. Papaja është sigurisht një frut që përmban më së shumti vitaminë C, 4 herë më shumë se portokallet sipas nutricionistëve. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!